Dy lakmitar nuk ngopen kurrë, kërkuesi i diturisë dhe kërkuesi i kësaj bote. Kjo thënie e bukur nxjerr në pa natyrën e pangopur të dy llojeve të individëve që janë vazhdimisht në ndjekje të dëshirave të tyre. Për të kuptuar rëndësinë e kësaj thënie, do t'i drejtohemi Kuranit për sqarim. Allahu në surën Bekare, ajeti 256, thotë: "S'ka detyrim në fe. Rruga e drejtë është bërë e qartë nga e padrejta. Pra, kushdo që nuk i beson tagutit dhe i beson Allahut, ai ka siguruar lidhjen më të fortë, e cila nuk këputet kurrë, dhe Allahu dëgjon dhe di." Ky ajet thekson rëndësinë e kërkimit të diturisë dhe të kuptuarit të rrugës së vërtetë, pasi ajo çon në njohjen e udhëzimit të Allahut dhe refuzimin e gënjeshtrës. Përveç kësaj, në surën Zumer, ajeti 9, Allahu thotë: "A janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë?" Ky ajet nxjerr në pa e përsinë atyre që posedojnë dituri ndaj atyre që janë ignorant. Ai thekson vlerën dhe rëndësinë e kërkimit të diturisë në Islam. Tani, le të thellohemi mbi mesazhin e urtë të përcjell nga Imam Aliu në këtë thënie. Kërkuesi i diturisë përshkruhet si ai që nuk ngopet kurrë. Kjo për shkak se dia është një kërkim i pafund, dhe sa më shumë përvetësohet, aq më shumë e kupton se sa shumë ka ende për të mësuar. Kërkuesi i dijes nxitet nga etja për të kuptuar, duke kërkuar të zbulojë misteret e universit dhe të fitojë një pasqyrë më të thellë në urtësinë e Allahut. Nga ana tjetër, kërkuesi i kësaj bote, duke ju referuar atyre që janë të përqendruar vetëm në pasurinë materiale dhe dëshirat e kësaj bote, përshkruhet gjithashtu se nuk kënaqet kurrë. Kjo është për shkak se ndjekja e përfitimeve të kësaj bote është një përpjekje e pashuar. Pavarësisht se sa shumë grumbullohet, ekziston gjithmonë një dëshirë për më shumë, duke çuar në një gjendje të përhershme pa kënaqësie. Imam Aliu thekson kontrastin e thellë midis këtyre dy llojeve të kërkuesve. Kërkuesi i dijes është i angazhuar në një kërkim fisnik që sjell ndriçim, zhvillim personal dhe përmbushje shpirtërore. Kurse kërkuesi i kësaj bote është i bllokuar në një cikël materializmi, duke ndjekur vazhdimisht kënaqësitë e përkohshme që kurrë nuk mund ta kënaqin vërtet shpirtin. Pasojat e këtyre ndjekjeve janë të dukshme në jetën e individëve. Kërkuesi i dijes, përmes kërkimit të vazhdueshëm për të kuptuar, arrin urtësinë dhe udhëzimin që pasuron jetën e tyre dhe i sjell dobi shoqërisë në tërësi. Ata bëhen një fener dije, duke i udhëhequr të tjerët drejt rrugës së të vërtetës dhe drejtësisë. Nga ana tjetër, kërkuesit e kësaj bote konsumohen nga dëshirat e tyre, duke lënë pas dore rritjen e tyre shpirtërore, duke humbur nga sytë qëllimin e tyre në jetë. Ata janë të bllokuar në një ndjekje të pafundme të pasurisë materiale, e cila në fund të fundit çon në pakënaqësi dhe një ndjenjë zbrazëtie. Si musliman, ne inkurajohemi të japim përparësi përvetësimit të dijes dhe të kërkojmë mirëkuptim në të gjitha aspektet e jetës. Kërkimi i dijes nuk kufizohet vetëm në studimet fetare, por përfshin të gjitha fushat e dijes që kontribojnë në përmirësimin e njerëzimit. Duke kërkuar dituri, ne fitojmë një vlerësim më të thellë për shenjat e Allahut në botën përreth nesh dhe përmbushim qëllimin ton si mëkëmbës të tij në tokë. Si përfundim, thënia e Imam Aliut shërben si një përkujtesë për muslimanët që të japin përparësi kërkimit të diturisë mbi ndjekjen e dëshirave të kësaj bote. Ai thekson natyrën e pangopur të këtyre ndjekjeve dhe pasojat e tyre në formësimin e jetës sonë. Le të përpiqemi të gjithë të jemi kërkues të diturisë, duke kërkuar vazhdimisht urtësi dhe kuptim, dhe Allahu na bekoft me aftësinë për të dalluar kënaqësitë e përkohshme të kësaj bote dhe shpërblimet e përhershme në botën tjetër.